Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eiza Hoxha, jam 16, E-J-Z-A. Eiza Hoxha. Jam 16 vjeç, nxënëse në gjimnazin Qemal Stafa, por vin nga qyteti i bukur i Roskovecit. Sa mirë. Dhe me qenë se ra fjallat e Roskoveci, duke ardhur sot për këtu, takoj një shoqen time. Hemi Eize, na po vjetet time, pse bredhaq? Po shkoj të Albania Zgotalen, se jam sot për konkurim. I the ti? Po, unë i thash. Më tha mua, do konkurot shtime. Po më brit shumë atjetime se do të shofi të Roskoveci televizor me. Po që do besh atjetime, ati s'dime, ditë këndoshti? Nuk di unë, po ja të regoj tani, di apo nuk di të këndoj? Bravo Eiza. Hajde njerë. Bravo Eiza. Këmbët së mbaj, sa fort kumpi, druj se po vdes, pa dashuri. Qdo kot po të shok për qafu e metë, si s'pate pak më shirë, me mla në ko ma të mirë, kur qitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthje harami ke ba. Kur qitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthje harami ke ba. S'po e kuptoj për që ka ardhur, eksaktësisht. Qdo got po të shot për qafu e metë, si s'pate pak më shirë, me mla në ko ma të mirë, kur qitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthjet harami ke ba. Më shoqe, si du duk? Ja, ashtu mu duk, po provoj njëna një që tjetër se për keng e pam sa djetë beje. Nuk ben për kenge? Jo, po ashtu më tha jo. Tha jo, e? Më thanë, për keng nuk ben, Po ti ke ka për keng tha tjetër mua. me? Jo, Po e di qa i thash? qa i theme? Me qenë se s'beka mu për keng, thash hajtë se po e provoj njërë me të kërcyër. Na me, fol me shoqen. Po tani si ju duka unë asaj. E di qa përgjigjem këtheu mua jo? Ha. Eize, motra,
më mirë sa digjenerohesh vetë. Na marrësh më qatin e Roskovecin, më mirë lere fare. Edhe, A gjeloze. tani se di, Gjeloze. kështu më tha, lere fare. Pa ke shoqe të ngushti këtë? Po jo, e takova aty rrugës, O pse kështu i takon rrugës i quan shoqe? ne njifemi të gjithë. E pa të më ka keme, po qo. Ba jo të endë diçke. Unë e pyeta, i thash, qa të bej? E, Tha, më ik fare, kështu që... Po ne qatë bëjmë tashi? të flas. Të flasme, qa të be? Qa Të ti thosh, bere, të tëra i bere, po ne tëra. qatë bëjmë tashi? e tëra dhe ne. Neve të bëhemi lemsh. Jo, unë them të marim shoqem telefon. Tani unë mendin asaj do të si ambusha. E të Ju flas, janë mbushni dot? do të plasi ty. Bravo, Iza. Dhe jo, ti e paske nga këto që ta merë kalana vash na brënda. Nga anash, nga anash. Anë. Ti qeke si kur ha syltjashin që ha në anot një fillim për të tes për syltjashët ti. Unë do i them asaj shoqes që ti sonte Ti do është asaj shoqës që kjo shoqja, e është me mirë se ajo shoqes, tha shoqja. që e ashtu dhe. Dhe them shoqes si shoqja është më bukur. Gjotashi, tani ti mbarojmë, e mbarove po do vazhdosh? Pa motra, dila ndër Unë nga tani jeta ma. e mbarova. Mblyu. E mbarove. Po, mendimin ja mora asaj ose ma dha edhe unë erdha Okej. këtu të pyesja Në juve. rregull. Si t'ja bëjmë Mogoni? Po falme, Ti japu njërë. jep me drejtim, jep. Mirë, po japim njerë. Dëgjo. Tani, për te shakave, ty, me sa duket, të pëlqen në përgjithësi që të rish të qëndrosh në sken edhe të bësh gjëra në sken. Të prezentosh, të aktorosh, të bësh pak humor, të kërcesh, të këndosh. Këto janë elemente të gjithë që mund të përmblidhen për shembull në një musical. Me qenë se ti pak a shumë i ke Kabaret, këto, një kabare, po, pse jo? Kështu që për mua është një po, sepse ti mund të kesh shumë bukur një të ardhme në këtë lloj profilizimi. Faleminderit. Thoj shoqes, se Elsa Lila tha që je në Po rregull. na ndjek na ajo, po e shikon mirë. Po Ta ndjek, di mendimin tuaj. Shumë mirë, i bëjmë të falë atëre. Eiza, komplimente e emrin, edhe ata që ta ka Faleminderit. vendosur, po ti mbi gjitha që do e mbash gjithë jetën. Ti në rasti konkret je ekstrakti i mirë nga ajo hinka e qytetit Roskovecit dhe nga mua një poso. Faleminderit. Eiza, shëtite lulem lule, aktrove, prezantove, hyre me shumë vetë besim në skenë. Mu më pëlqeve të kënga, kjeme sinqerë. Dhe te vallëzimi, ishte shumë i bukur, shumë fine, shumë... Si Esmeralda e vogël në gjanë, si tek Notre Dame. Notre Dame, po, shumë. Sorry, atë. Jo, më stani. Mu duke shumë, ne i themi andej nga Kosova, elegante. Kishe një graciozitet që unë e qmoj shumë. Nga unë një po. Shumë faleminderit. Eiza, natyrshëm ti takon më shumë profilit tim, për të folur më me kompetencë, të themi, se sa kolegët e mi të jurisë. Që ti këndon është pasuri, që ti kërcen, përsëri ky është një element që pasuron karakterin tënd artistik. Dhe pjesën më të dobët kishe aktrimin. Në momenti kur shpërndahesh tek njëra te tjetra, realisht ne duam të vlerësojmë për atë që është. Dhe unë mendoj që ti bazën dhe themelin duhet kishe aktrimin. Dhe nëpërmjet aktrimit ti bën dhe këtë, se ajo Elsa të shikoj një musical, unë thash në një kabaret. Pra, elementët i ke shumë të bukur për të qenë një aktore kabaretin e, sepse e 16 vjeç. Pra, unë do të thosha që nga të tre elementet, aktrimin e kishe më të dobët. Dëgjon shumë mirë, dhe kjo është e rëndësishme, pra është një element cilin do pasurosh. Unë nuk e di çfarë do sjellësh herës tjetër, po të duhet me të vërtet punë që të na arrivisht dinjitoze ashtu sigur se duhet. Besoj se gjitha këto që thash ti e kuptove që unë Herën tjetër do të ta bëj thea, qefin. po, ë? Jo, qefin mos ma bëj, do të më kënaqësh
artistikisht. Do Bravo. ju kënaq të gjithëve. Bravo. Do ta shikoni. Faleminderit.